Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 14 korrik dhe Kishën Ortodokse na nxit të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 14, vargu 1 deri në vargun 13. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetëve. Në atë kohë Herodi tetrarku mori vesh famën e Jesuit dhe u tha shërbëtorëve vet: "Ky është Johani, pagëzori, ai ngjall së vdekur dhe prandaj fuqitë mbi natyrsh veprojnë në të." Herodi në fakt e kishte arrestuar Johanin, kishte hedhur prangat dhe kishte futur në burg për shkak të Herodiatës, gruas së Filipit, vëllait të vet. Sepse Johani i thoshte: "Nuk është e lejueshme të bashkëjetosh me të." Dhe ndonse donte ta vriste, Herodi kishte frikë nga populli që e konsideronte Johanin profet. Kur profestohej ditëlindja e Herodit, e bija e Herodiatës vallëzoi përpara tij dhe i pëlqeu Herodi, aq shumë sa ai premtoi asaj me betim se do të jepte çfarë do që ti kërkonte. Dhe ajo e shtyr nga jama tha: "Ma jep këtu mbi një pjatë kokën e Johan Pagëzorit." Mbretit i erdhi keq, por për shkak të betimit dhe të ftuarve që ishin me të në tryezë urdhëroi që t'ia japin, kështu dërgoi dikë për t'i prerë kokën e Johan Pagëzorit në burg. Dhe kokën e tij e prun mbi një pjatë dhe ja dhan vajzës, ajo e çoi sëmës. Pastaj erdhën dishepujt e tij, morën trupin dhe varrosën, mandej ata shkuan dhe i treguan ngjarjen Jesuit. Kur Jesui e dëgjoi këtë, u nis qandej me një bark dhe u toroq në vetmi, në një vend të shkretë, dhe turma kur e morën vesh e ndiqnin në këmbë nga qytetet. Pra, e komentojmë të pjesë sipas hetërve të Kishës duke lexuar varg më varg. Jemi në vargun e parë. Në atë kohë Herodi tetrarku mori vesh famën e Jesuit. E para do të dimë, si thotë Shon Johan Gojarti, fama e Jesuit u parap jo përmes propagandës, por përmes veprave. Veprat e tij ishin të pashëmbullta dhe ato përhapeshin në të gjithë njerëzit si një val pambarim. Dhe ata që nuk e donin me të vërtetë, përsëri nuk mund ta shpërfillnin atë. Fama e tij nuk mund të shpërfillej. Shën Ilari i Poetierës thotë se vërteta arrin dhe në pallatet e pushtetarëve. Edhe sot, asnjë pozitë, pasuri apo pushtet nuk e mbron njeriu nga përballja me të vërtetën. Fjala e Zotit, edhe pse mund të ketë pengesa, përsëri ajo i tekalon ata dhe arrin tek të gjithë. Madje arrin dhe te veshët e mbretërve. Le të flasim edhe për vargun 2. Dhe u tha shërbëtorëve vet: "Ky është Johani, pagëzori, a u ngjall së vdekur dhe prandaj fuqitë mbi natyrsh veprojnë në të." Pra, fjala e Zotit arriti dhe në veshin e Herodit. Por këtu na tregohet Herodi, i cili ishte i turbulluar dhe kishte një ankth dhe thot diçka të pazakontë. "Ky është Johan Pagëzori, ai u ngjall së vdekur." Pse thot këtë Herodi? Shën Jeronimi thot se kjo nuk ishte shenjë besimi i Herodit, por ndërgjegje e trazuar. Herodi jetonte me farin e krimit. Pra, si do shikojmë më poshtë, ai ishte shkaktari i vrasjes së Johan Parens të Pagëzorit. Gjithmonë mëkati i papenduar prodhon frikë. Ndërgjegja, që është zëri i Zotit tek neve, nuk mund të është për gjithmonë, pavarësisht se ata që bëjnë krime kërkojnë ta heshtin ose ta pushojnë ndërgjegje. Por ndërgjegja flet dhe turturon derisa i çon njerëzit edhe në përballje me gjykatësin. Pendimi është ai që sjell paqe, kurse fsheja e fajit sjell gjithmonë ankth, ashtu siç ishte edhe tek Herodi, i cili kërkonte ta justifikonte krimin që kishte bërë pra vrasjen e Johan Parensit të Pagëzor, duke si them sajuar historinë në veten e tij, një autosuggestion sikur tashmë Johan Pagëzori u ngjall dhe kështu në një farë mënyrë krimi i tij është nulizuar. Por nuk ishte kështu. Krimi ishte në ndërgjegjen e Herodit dhe ishte një ankth i përditshëm për atë. Por le të flasim edhe për vargun më poshtë, vargun e 3 dhe të 4. Herodi në fakt e kishte arrestuar Johanin. I kishte hedhur prangat dhe e kishte futur në burg për shkak të Herodiatës, gruas së Filipit, vllait të vet, sepse Johani i thoshte: "Nuk është e lejueshme të bashkëjetosh me të." Pra, këtu na tregohet se Herodi kishte bërë një padrejtësi, ai kishte burgosur Johan Parens të Pagëzor, pavarësisht famës shumë të madhe që ai kishte në popull dhe gjithë populli e trajtonte dhe nderonte si profet Johanin, por Johan Pagëzori kishte qortuar Herodin jo si një person, por qortoi për mëkatin që ai bënte, sepse ai kishte një incest. Herodi, ai bashkëjetonte me Herodiatën, gruan e vëllait të tij, Filipit. Dhe sipas ligjit kjo ishte e ndaluar.
Shën Ambrozi e sheh Ioanin si modelin e bariut që nuk hesh përballë padrejtësive. Edhe sot, ashtu si Ioan Parentët Pagëzor, kemi shenjtor të cilët janë përballur edhe me mbretër, duke qortuar jo personat e tyre, por mëkatet e tyre. Dhe për këtë ata janë, si them, janë burgosur, janë internuar, madje edhe janë vrarë. Por, sipas shembullit të Ioan Parentëve Pagëzor dhe të hetëve të shenjtë, edhe gjithë ata që kanë një status të veçantë në kish, ata që janë barit të popullit Perëndis, nuk janë thjesht vetëm për të edukuar moralisht popullin e Perëndis, por edhe për të qortuar mëkatet që i bëjnë edhe mbretit. Pse? Sepse duhet qortuar mëkati i mbretit, sepse sipas mëkatit të mbretit bëhen edhe mëkatet e popullit pasaj si një lloj justifikimi dhe një lloj imitimi. Kështu që kjo është detyra e të dërguarve të Zotit me zë profetik si Ioan Pagëzori të qortojnë mëkatet e mbretërve dhe mos kenë frikë, siç nuk kishte frikë edhe Ioan Parentësi dhe Pagëzor dhe etrit e shenjtë të kishës sonë. Lexojmë dhe në vargun e 5 ku na thuhet: dhe ndose donte ta vriste, Herodi kishte frikë nga populli që e konsideronte Ioanin profet. Pra, Shën Jeronimi thotë se Herodi nuk kishte frikë nga Zoti, pra ishte një ateist, më themi, një pagan, pavarësisht se shfaqej si vetar, gjithçka ishte një hipokrizi, por ai kishte frikë nga opinioni publik. Kur njeriu nuk drejtohet nga ndërgjegja, pra e shuan e mbyt ndërgjegjen, ai drejtohet nga frika se çfarë mendojnë të tjerët. Pra, ai që s'ka frikë Zotin, ka frikë njerëzit. Dhe pushtetarët i kanë shumë frikë njerëzit, sepse ata e shikojnë njerëzit si një ose grupimet e njerëzve i shikojnë si një të keqe për ata, sepse kanë frikë kur populli bashkohet kundër mbretërve. Se janë popull që pranojnë mbretit, po janë popull që i rrezojnë mbretit. Por nuk e dinë dhe harojnë mbretërit se zëri i popullit është zëri i Zotit, dhe Zoti vepron nëpërmjet popullit për ta ngritur një mbret, por dhe për ta rrëzuar një mbret. Kjo ishte edhe frika që kishte Herodi. Pra, ai kishte frikë nga rrëzimi i pushtetit për shkak të kryengritjes së popullit, i cili nderonte Ioanin si një profet. Por lexojmë dhe vargjet më poshtë, vargu 6 dhe 7 ku na thuhet: kur përfestohej ditëlindja e Herodit, e bija e Herodiadës vallëzoi përpara tij dhe i pëlqeu Herodit. Aq shumë sa ai i premtoi asaj me betim se do të jete çfarë do që ti kërkonte. Shën Ioan Gojardi paralajmëron për rrezikun e pasioneve të pakontrolluara. Pra, shikoni se Herodi ishte një manjak seksual, ai u tërhoq jo vetëm nga Herodiada, duke ka marrë këtë grua vllajt të vet, por edhe nga bija e saj, pra nga mbesa e tij. Dhe shikoni se një moment kënaqësie çoi atë në një vendim tragjik. Mëkatet janë të lidhura me njëra tjetrën dhe pastaj e çojnë njeriu në një rrugë pa krye. Ai kritikon edhe betimet e pa menduara. Pra, shikoni se këto fjalë janë, si thotë Shën Ioan Gojardi, qortim për ata që betohen. Sepse, si thotë Zoti, mos u betoni për qiellin dhe për dheun, as për veten tuaj, çdo gjë tjetër është nga djalli, sepse betimi duhet mbajtur. Dhe ndonjëherë njeriu për dal nga një situatë ose kur nuk është i vetëdijshëm, ai mund të thotë dhe betime të cilat edhe janë shumë të rënda ose dhe s'mund i mbaj. Prandaj, edhe ky betim që bëri Herodi dhe bëri dhe në sy të njerëzve, e detyroi atë që ai të mbante betimin. Këtë nuk e bëri sa ai deshte të mbante betimin si një besimtar, por ai kishte problemin me të gjithë ata që ishin të ftuar, sepse do t'i ulej autoriteti përpara tyre dhe do përflitej si njeri që nuk e mban fjalën. Kështu pra, degradojnë ata pushtetarë të cilët dehen nga pasionet dhe ata të cilët janë për shkak të fjalëve të pakontrolluara, të thëna vend e pa vend, pastaj detyrohen jo vetëm të shkatërrojnë jetën e tyre, familjen e tyre, por të shkatërrojnë edhe vendin, të shesin dhe vendin. Prandaj duhet pasur kujdes nga të tillë shtetarë të papërgjegjshëm dhe të kontrolluar nga pasionet, siç ishte edhe Herodi, që fatkeqësisht vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Por le të lexojmë në vargun më poshtë, jemi në vargun e 8, dhe ajo e shtyr nga jama tha: ma jep këtu mbi një pjatë kokën e Ioan Pagëzorit. Shën Jeronimi vëre se urrëtia e Herodiadës nuk u shua
as pasi Johani ishte futur në burg. Dhe Shëmbeta i nderuar thot se mëkati kur ushqet kërkon gjithnjë më shumë. Pra, mëkati nuk dalon. Kjo është nga përvoja e mëkatit. Kur dikush mëkaton, ai nuk ngopet, sepse mëkati është inekzistent, është e kundërta e të mirës. Prandaj mëkati kërkon mëkat. Kështu që edhe Herodiada nga mëkati i urrëties kërkonte tani edhe vrasjen. Dhe përdori edhe vajzën e vet, Solomën, që ajo pra ta tundonte Herodin dhe t'i merrte atij fjalën për vrasjen e Joan Pagzorit. Zemërimi dhe akmarrja, nëse nuk ndalen, mund të shkaktojnë jo vetëm viktimën, pra të shkaktojnë personin që viktimizohet, por edhe atë që ushqen urrëtien dhe akmarrjen. Pra edhe personi që akmerret me zemërim, edhe ai viktimizohet. Prandaj urrëtia dhe zemërimi duhet ndalen. Nga ajo askush nuk ka fitim, as viktima, as viktimizuesi. Por flasim edhe për vargun 9. Mbretit i erdhi keq, por për shkak të betimit dhe të ftuarve që ishin me të në tryez, urdhëroi që t'ia japin. Shën Joan Gojarti thot se keqardhja pa pendim nuk dyshon asgjë. Ai duhet ta kishte thyer betimin, sepse ishte një betim që çon në mëkat dhe nuk duhet ta kishte zbatuar. Prandaj, nuk mund të themi që ne themi një fjalë dhe kjo patjetër duhet bërë. Nëse fjalë është e gabuar, ai betim është i gabuar, ne duhet pendohemi, ju kërkojmë falje Zotit, ose edhe njerëzve themi ky betim nuk duhet ta mbaj, unë do ta tërheq. Prandaj duhet pasur kujdes edhe nga një egoizëm i tepruar, eusforik, që mos tërhiqesh edhe kur shikon diçka që është e gabuar dhe mëkatare. Nuk duhet të vazhdojmë një gabim vetëm sepse kemi një premtim të gabuar. Pra, që duhet të reagojmë. Dhe diçka tjetër. Shikoni se krimi ndodhi në ditëlindjen e Herodit. Populli i Izraelit nuk festonte ditëlindje e festonin mbretit, sidomos mbretit pagan, sepse e shikoni veten si të veçantë nga Perëndia, por edhe kisha në traditën e saj nuk ka festuar ditëlindje. Kisha ka festuar dhe feston vetëm 3 ditëlindje në kalendarin liturgjik, atë të Zotit Krisht, atë të Tërshenjtës dhe Shën Joan Parentës Pagzor, sepse këta janë 3 njerëz që u premtuan nga Perëndia që do ndryshojnë fatet e njerëzimit. Kurse të tjerët ishin njerëz të zakonshëm, si thuhet edhe te Psalmi 50, në mëkat më lindin në naime. Pra, ditëlindja jonë është që neve lindëm në një botë mëkatare dhe erdhëm për mëkat. Kështu që ditëlindja e vërtetë është kur ne pagzohemi, por meqense pagzimi është diçka private dhe ne mos të mbetemi të izoluar në gëzimin ton, kisha ka vendosur që të festojmë ditën e Ermit, ku festohet dita jo e lindjes një shenjtori, po dita e vdekjes një shenjtori i cili ka kaluar në këtë moment nga jeta e përkohshme në jetën e përjetshme. Kështu edhe neve festojmë ditën e Ermit. Prandaj, ditëlindja është një fest pagane, një fest e cila edhe kur festohet ajo rrotullohet rreth vetes, nxit egoizmin, vetpëlqimin, derisa njerëzit çonë në delire, por nxit edhe një marrëdhënie mëkatare. Pra, fatkeqësisht dihet që kur nuk janë të kontrolluar dhe argëtimet dhe si të ngrërat dhe të pirat, ato shpesh degenerojnë. Prandaj duhet kemi kujdes nga gjëra të cilat nuk janë shumë të bekuara nga Zoti, nuk është në një gabim mëkat të festohet ditëlindjen, por nuk duhet t'i japësh rëndësi ditëlindjes sa duhet t'i japësh rëndësi ditës së Emrit. Sepse edhe në ditëlindjen e Herodit ndodhi një mëkat nga mëkatet më të rënda që janë bërë në historinë e njerëzimit, që urdhërua të vritet njeriu më i shenjtë që ka lindur nga barku i gruas, siç thotë dhe Zoti Krisht pra për Joan Parentësin dhe Pagzor. Por vazhdojmë edhe flasim për vargun 10 dhe 11. Kështu dërgoi dikë për të prerë kokën e Joan Pagzorit në burg dhe kokën e tij pruni mbi një pjatë dhe ja dhan vajzës, ajo çoi së ëmës. Ja pren kokën, Shën Ambrozi e quan Joanin martirin e së vërtetës, pra ai u martirizua se tha të vërtetën kundër i çesit të Herodit. Shën Agustini thotë se ai nuk vdiq për një ide politike, por sepse mbrojti ligjin e Perëndis, pra moralin, dhe kjo, siç tha, është frymëzim për të gjithë ata që janë në krye, si në krye të vendit, por sidomos dhe në krye të popullit Perëndis. Besnikëria ndaj së vërtetës mund të ketë kosto, patjetër. Krishterimi është thirrur të mos e shes ndërgjegjen për përfitime. Donjëherë ne krijojmë lidhje njerëzore, pra paqe njerëzore, duke abuzuar me të vërtetën, duke heshtur për të vërtetën.
Por edhe pse në pamje të parë kjo duket një benefit, që mund përfitosh diçka, në të vërtetë kjo nuk është e mirë, sepse çdo e mirë bëhet e mirë sipas Zotit, dhe kur nuk bëhet sipas Zotit, ajo e mirë pastaj degradon dhe ka impaktin për më vonë. Prandaj duhet kemi këtë frym që kishte Joan Pakzori, i cili nuk heshte për të vërtetën dhe përpara mbretërve, edhe nëse kjo kishte kosto edhe me burgimin dhe me jetën e tij. Vazhdojmë në vargun 12, ku na thuhet: pastaj erdhën dishepujt e tij, morën trupin dhe varrosën, mandej ata shkuan dhe ja treguan ngjarjen Isujt. Erdhën dishepujt e Joanit, Joani kishte dishepujt e vet. Dishepujt e Joanit nuk kërkuan akmarrje, ata ju drejtuan Isujt, sepse vetë Joan Parenc dhe Pakzor i përgatitën dishepujt për çuar te Isuji, ai nuk i mbante për vete. Kjo ishte detyra e tij, që është detyra e çdo krishterit dhe veçanërisht atyre që drejtojnë kishën, si episkop, priftëri, teolog, katekist, të cilët duhet ta përgatisin popullin e Perëndis ta bashkojnë me Krishtin, ose njerëzit ti kontaktojnë me Krishtin. Në dhimbje, vendi i parë duhet shkojë te Krishti, jo për akmarrje, po për ngushëllim. Prandaj, ashtu si nxënësit e Joan Parenc dhe Pakzor, pasi varrosën trupin e tij, sepse koka e tij fatkeqësisht e mori Herodiada dhe hodhi në vend të ndotur të pallatit, ata shkuan te Isuji. Pra edhe neve në situata të vështira, në padrejtësi, nuk duhet të mbushemi me akmarrje, por duhet shkojmë te Isuji dhe t'i themi atij, t'i japim zemrën atij për brengën tonë, për idhërimin tonë, për padrejtësinë tonë. Dhe Krishti do na japi ngushëllim. Dhe lexojmë në vargun 13, që është vargu i fundit për sot, kur Isuji dëgjoi këto, u nis që andej me një bark dhe u tërhoq në vetmi, në një vend të shkret, dhe turmat kur e morën vesh e ndiqnin në këmbë nga qytetet. Pra, Krishti kur mori vesh për vrasjen e Joan Parenc dhe Pakzor, u tërhoq. Ai nuk u tërhoq nga frika, thotë Shon Janko Jarti, por për të na mësuar urtësinë dhe kohën e duhur për të vepruar. Pra, duhet i ruajmë asaj ndjenjes së akmarrjes ose agresivitetit, por duhet të tërhiqemi për të, për të ngushëlluar nga Zoti dhe për më tepër edhe për të marrë vendime që vijnë prej Zotit, jo prej asaj situatës son të ndërlikuar që vjen nga një adrenalinë e tepruar për shkak të asaj çfarë na ka ndodhur. Shën Agustini shton se Krishti na mëson të bashkojmë lutjen me veprimin. Pra duhet lutemi pa të veprojmë. Kështu vepronte edhe Krishti. Ai gjithmonë të riqej, lutej tek Perëndia, te Ati dhe pastaj vepronte. Kur Krishti bënte këtë gjë sa më tepër neve, edhe në kohë pikëllimi është e nevojshme të gjejmë kohë për heshtje, lutje dhe bashkim me Zotin. Pra etrit e kishës e përmbledhin mesazhin e kësaj pjese. Herodi përfaqëson pushtetin pa ndërgjegje, që fatkeqësisht është edhe sot. Herodiada simbolizon mëkatin që nuk pranon qortimin, por vazhdon. Solomea ose vajza e Herodiad tregon se si dikush mund të përdoret nga ndikimi i keq, sidomos edhe i prindrit që përdorin fëmijët. Shën Joan Pakzori është modeli i njeriut që nuk e hiq dorë nga vërteta, edhe përpara mbretërve. Jesui tregon se përgjegjja ndaj dhunës nuk është hakmarrja, por besnikëria ndaj misionit dhe bashkimi me Atin. Për besimtarin e sotëm, ky tekst fton të mbrojë të vërtetën me dashuri, e guxim, të mos lejojë që krenaria, presioni shoqëror apo pasionet ta udhëheqin në vendimet dhe t'i drejtohet Krishtit në çdo kohë sprovash. Shën Joan Pakzori mbetet shembulli i besnikërisë ndaj së vërtetës, edhe kur kjo kërkon sakrificë më të madhe. Dhe siç e tham dhe përsërisim, është shembulli i të gjithë atyre të cilët kanë detyrë ta drejtojnë, mësojnë dhe shenjtërojnë popullin e Perëndisë. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe këtë bisedë për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.